A keni frikë nga dashuria e vërtet? Ne kemi marrëdhënie që zgjasin një natë, disa orë, një ditë ose një muaj. Asgjë që kërkon angazhim, asgjë që na bën të ndjejmë diçka përtej dëshirës, asgjë që përfshin shfaqjen e dashurisë, ndjenjave, butësisë ose afeksionit. A kemi frikë nga dashuria e vërtet? Ne shpikim të gjitha llojet e justifikimeve për të mbrojtur. Nuk kam kohë, i dua lirinë time, dua të mbetem beqar, nuk dua angazhim, nuk dua të distancohem nga miqtë e mi. Por ajo që po ndodh vërtet është se kemi frikë nga vetvetja. Zbuloni çfarë është dashuria e vërtet. Sipas psikologut Alter Rizzo, ne duhet të dallojmë midis dashurisë së mirë, të shëndetshme, të qëndrueshme dhe konstruktive, dhe dashurisë së keqe, të pasundshme, të paqëndrueshme dhe shkatërruese. Dashuria e vërtet gjithmonë ka 3 elementë, dhe nëse një nga ata mungon, marrëdhënia do të vuajë. 3 elementet e dashurisë janë eros, filia dhe agape. Eros është dëshira seksuale, e cila shfaqet si posedim, pasion dhe tërheqje. Ky është aspekti më egoist i dashurisë. Filia është miqësia në marrëdhënie, e cila lejon çdo person të kalojë mbi egoizmin dhe të ndajë gjithçka me njëri tjetrin. Agape është pjesa pa interes, e butë dhe delikate e dashurisë. Gjatë marrëdhënies, një element mund të jetë më dominues se të tjerët, por të tre duhet të jenë gjithmonë të pranishëm. Në lidhje me këtë, shkencëtarët nga Universiteti Stony Brook në New York kanë zbuluar se dashuria mund të zgjasë me kalimin e kohës. Ata skanizuan trurin e disa çifteve që kishin qenë së bashku për të paktën 20 vjet dhe disa të tjerë që ndodheshin në fillim të marrëdhënies. Ata krahasuan rezultatet dhe gjetën se një në çdo 10 çifte të pjekura shfaqnin të njëjtën reagim kimik në tru si çiftet e reja. Kjo tregon se është e mundur të ruhet e njëjta nivel dashurie me kalimin e kohës. Përse kemi frikë nga dashuria e vërtet? Kur jemi të pavendosur të provojmë gjëra të reja, që përfshin ekspozimin e vetes ose që mund të na shkaktojnë dhimbje, paralizohemi dhe kjo na pengon të zbulojmë dashurinë e vërtet. Është e dukshme se disa marrëdhënie funksionojnë, dhe disa jo, dhe gjithmonë do të ketë një nivel rreziku. Në shoqërinë tonë, gjithçka është kaq e nxituar. Ne nuk ndalemi për të njohur njerëzit, dhe kalojmë nga një marrëdhënie në tjetrën pa e lejuar veten të ndjejmë diçka për ta ose të shijojmë mësimin nga ta. Kjo ndodh për disa arsye, përfshirë këto. Të ndihesh i pashpresë, të fillosh një marrëdhënie të re na bën të ndjehemi të pasigurt dhe të pambrojtur, sepse duhet të ekspozohemi para tjetrit dhe ndonjëherë është më lehtë të ekspozojmë trupin se sa shpirtin ton. Ne ndjejmë mungesë kontrolli mbi atë që mund të ndodhë në të ardhmen dhe kjo na frikson. Ne ende nuk e njohim mirë personin tjetër, dhe kjo mund të na çojë të mos e besojmë. Megjithatë, të njohësh dikë dhe të fillosh një marrëdhënie me të gjithmonë ka të bëjë me një rrezik. Të thuash atë që ndjen dhe të shprehësh dëshirat është e rëndësishme për të krijuar një themel për dashurinë e vërtetë. Nuk dëshirojmë ta pësojmë përsëri, të gjithë kemi kaluar në përndarje dhe situata të komplikuara, por zemra shërohet me kohën. Megjithatë, kur një person i ri vjen në jetën tonë, ne përjetojmë përsëri dhimbjen në një farë mënyre dhe kemi frikë të lëndohemi sërish. Kjo bagazh mund të na pengojë të jemi vetvetja me personin që tani po njohim. Kur u tregojmë vetëm një pjesë të asaj që jemi, ne pengojmë që ata të njohin ndjenjat tona të vërteta. Dashuria përfshin dhembje, shumë njerëz e lidhin dashurinë me vuajtjen, ndaj nuk duan të fillojnë një marrëdhënie të re. Kur dikush tregon interes për ta, ata ikin. Duhet të eliminoni besimet kufizuese nga mendja juaj që mund të pohojnë realitetin tuaj dhe t'ju mbajnë larg dashurisë së vërtetë. Frika nga humbja e tjetrit është një pengesë për një marrëdhënie të shëndetshme, sepse ju çon të tentoni të zotëroni ata në vend që t'i doni. Ky dëshirë për posedim mund të krijojë dyshime, duke larguar partnerin dhe duke dëmtuar marrëdhënien. Të kesh më pak kohë për miq dhe familjen, shumë njerëz nuk duan të jenë në një marrëdhënie, sepse mendojnë se do t'i largojnë nga miqtë e tyre. Por balancimi një marrëdhënie me miqt nuk duhet të jetë kaq i komplikuar. Këto dy fusha të jetës mund të plotësojnë njëra tjetrën pa krijuar ndonjë konflikt. Po ashtu me familjen. Shumë njerëz mendojnë se fillimi i një marrëdhënie do të shkatërrojë lidhjet me familjen e tyre, dhe kjo i bën të ikin nga angazhimi. Të kalosh përtej këtij besimi të gabuar dhe të integroni të gjithë njerëzit e rëndësishëm në jetën tuaj mund t'ju bëjë të ndiheni të plotë dhe të lumtur. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.